Kalojmë te kjo rubrika që ka pyetje të shpejta, përgjigje të shpejta. Ja. Me qenë se e rritur në vitet 90, Led Jopano apo Ilir Shurku? Ilir Shurku. Po Ilir Shurku ka qenë më konkret si profil futbollistit të mund. Led Jopano, me gjithë respektin për Ledin, ka pas vetëm një goditje standarde, pikën tim më të fortë. Liri më kapiten. Liri kapiten, udhëheqës, drejtues gjatë gjithë jetës, edhe sot në përditshmëri janë po të njëjtë profile. Stonin shqiptar, Skënder Gega apo Shpëtim Duro? Shpëtim Duro. Okej. Arsye? Unë falë zote nuk kam punuar për sot shpëtimin. Ta më falë zote, se është shumë i vështirë. Cili Partizan ka qenë më i fortë? Ai Starovës në 83-shit apo i Gegës në 2018? Besoj Starovës në 83-shit. Teknik apo energji? Ndërthurë. Në futbollin shqiptar duhet më shumë energji se sa teknik. Guardiola apo Klopp? Për mua është Guardiola, është unë idhull dhe më thonë në thonjë za ka Mourinho, por Guardiola është ai që ka bërë revolucion në futboll, ka ndryshuar diçka që asnjë tjetër. Po Mourinho, jam shumë ke profilin Mourinhos. Do të thonë edhe media që thua atje profilin Mourinho, mundon të heq gjithë presionin ndaj aty në ta marrë për vetë. Tjetër gjë që bëhet Mourinho. Çfarë do zgjidhje? Të fitosh kampionatin apo të marrësh 4 derbi? Besoj 4 derbi. 4 derbi, se nuk e fiton dot këtë vit kampionatin kollaj. Drejtimi i grupit, më mirë shumë ushtar apo shumë general? Unë them më mirë shumë ushtar, them për futbollin shqiptari. Më mirë shumë ushtar, sepse siç e tha edhe Gjergji, se ka disa vite që këtë punë bën në Shqipëri, fryma, energjia bën shumë. Ndoshta më pak ana taktike, teknike, mund të bësh shumë gjëra aty 10-50% mund të ndryshojnë, por pjesa nëse s'ka frym grupi, ushtarësh, do jetë shumë e vështirë. Ndryshim jete apo ndryshim rroga? Jeta. Jo, gjithsesi unë jam simpatizant i Tiranës, do doja që ta fitosh derbin javën tjetër. Dhe këtë e them pas një lloj hipokrizie, sepse Tirana që është sot, unë nuk e njoh më. Shumë respekt kam për Grendin dhe për Refikun, i kam të dy miq, por nga trajner dhe të lojtari i fundit, unë nuk i kam më asnjë numër të tyre telefonit. Dhe mendoj që nuk është problemi im, por është problemi i tyre. Kështu që presoj që të fitosh ti.